Jakubi a.s. Djemtë e ti donin ta manipulonin, një sprovë shumë e madhe. Imagjino fëmijët e tuaj të bëhen kundra një prej fëmijëve që ti e don shumë, ose zemra don se robi don gjithë fëmijët e tij. Imagjino të bëhen kundra dhe të fillojnë t'i bëjnë dëm vllajt tyre dhe të sajojnë muhabetet tek babai që t'i mbushin mendjen për diçka ndryshe nga ajo që është, duke e larguar fëmijën nga prindi dhe prindin nga fëmia. Për Jusufin a.s. i than e ke lehu dhir, e hëngri ujku, sikur me qenë një muhabet shukalimtar, baba jon, Jusufi në hëngri ujku nuk kemi çfarë të bëjmë dhe e largun nga baba i tyre. Ndërsa për djalin tjetër than inne bineke serak, djali yt i dyti Benjamini ka vjedhur, ndërkohë që nuk ishte e vërtetë. E çfarë bëri Jakubi a.s. profeti i dashur i Zotit? Qale ya bunayya idhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min ruhillah. Zemra e cila ishte mbushur me shpresë dhe me optimizëm, me bindje ndaj Allahut xhaleshanu dhe me siguri tek premtimi i Zotit, i thot o bijtë mi, thot. Imagjino duke mos i përgënjeshtruar ata, thot o bijtë mi, shkoni thot edhe kërkoni për Jusufin edhe për djalin e tij dhe kur mos e humni shpresën ndaj Allahut xhaleshanu. Innehu la yayasu min ruhillahi illa alqaumul kafirun. Sepse ai i cili e humb shpresën nga Zoti xhaleshanuhu, nga suporti i Allahut, nga mbështetja e Allahut, janë vetëm populli mosbesimtar, Zoti na ruaj.